Alba përmirësohet ndjeshëm pas trajtimit mjekësor dhe rikthehet sërish në shtëpinë e Big Brother, duke sjellë lehtësim të madh të banorët dhe të publiku. Pas momentit të vështirë që kaloi, ajo shfaqet më e qetë dhe më e fortë, duke treguar se gjendja e saj shëndetësore është stabilizuar dhe se tashmë ndihet shumë më mirë. Rikthimi i saj në shtëpi shoqërohet me emocione, pasi banorët e presin me përqafime dhe me fjalë mbështetëse, të lumtur që Alba është sërish mes tyre. Atmosfera në shtëpi ndryshon menjëherë, duke u mbushur me energji pozitive dhe me ndjenja gëzimi. Alba falenderon të gjithë për kujdesin dhe mbështetjen që i dhanë në momentet e vështira, ndërsa tregon se tashmë ndihet e fortë dhe e gatshme për të vazhduar rrugëtimin e saj në Big Brother. Ajo shprehet se kjo përvojë ka bërë të reflektoj më shumë dhe se do ta vlerësoj edhe më tepër çdo moment brenda shtëpisë. Me kthimin e saj, loja rifillon, por me një ndjesi tjetër, më të kujdesshme dhe më njerëzore. Alba duket më e qeshur, më e qetë dhe më e përqendruar, duke treguar se e ka lënë pas frikën dhe stresin e asaj që ndodhi. Tani ajo ndihet mirë, është në gjendje të vazhdojë qëndrimin e saj dhe të përballet sërish me sfidat, duke treguar se ky rikthim është një moment i fortë dhe domethënës në rrugëtimin e saj në Big Brother.